Elhamdulillahi wa kafa, wa salatu wa salamu ala nabiyina al-Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Thumma ma ba'd. Vazhdim me shpjegimin e jetës së Muhamedit sallallahu alaihi wasallam, ku sot përmendni aktivitetet e Muhamedit sallallahu alaihi wasallam gjatë qëndrimit të tij 19 ditor në brendit e Mekës. Përmendëm se Muhamedi sallallahu alaihi wasallam brenda 19 ditëve i merr disa hapa konkrete me qëllim të rregullimit të Mekës, me qëllim të sjelljes së një rendit dhe një drejtësie që ishte më së nevojshme të sillet në Mekë dhe tek banorët e Mekës. Dhe në sajë të këtyre aktiviteteve që i merr Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, është edhe fakti që Muhamedi sallallahu alaihi wasallam aktivizon gjithë sahabët e tij që njerëzit të fillojnë të thrasin në Islam. Të thrasin në Islam, të urdhërojnë ka e mira e të këshillojnë që të largohen nga e keqja. Kjo është thirrja islame. Kjo është daveti islam, që është themeli më i fortë i një shteti dhe një shoqërie. Se daveti dhe thirrja islame sjell harmoni, sjell mirëqenie, sjell drejtësi, sjell bereqet, pasuri dhe gjitha të mirat e mundshme që mund të imagjinon një njeri në kokën e tij apo në imagjinatën e tij. Dhe këtë e bëri vetë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Angazhoi gjithë sahabët e tij që njerëzit me kelit t'i thrasin në Islam. Se Islami është ajo dritë e cila i mungonte Mekës dhe me kelive. Në aktivitetet që i merr Muhamedi sallallahu alaihi wasallam është edhe fakti që ai urdhëron gjithë me kelit që secili putin dhe idhullin që e ka në shtëpinë e tij të e thënë, të e zhduk. Krahas faktit që ishin mbi 300 puta në brendit të qapës, me kelit kishin puta dhe idhuj dhe në shtëpitë e tyre. Secili me atë të vetën e kishte ndërtuar nga një zot në shtëpinë e tij dhe atë zot e adhuronte. Pre ati kërkonte dhe pre ati frigoheshte. Andaj dhe Hindi, bashorti e Ebu Sufjanit, kur shkoi tek shtëpia e saj, e theu putin dhe idhullin që i kishte që adhuronte, në thoi zathonat zotin e saj, dhe i tha putit, kunna minke figurur. Tha, ishim të mashtrum nga ana jote. I ra pishman Hindi se me vite kishte adhurum atë pot, atë idhull. Vëllezër dashur, kur themi për putat dhe idhujt, du të pas një send parasysh se në dispozitat islame është nga gjunat e mdhaja që një njeri të mban në shtëpinë e tij një put apo një idhull. Sot në gjuhën tonë bashkohore, ju thënë skulptura, e vizatojnë një luan, apo e bën një luan nga druni, apo nga bronza, apo nga hekuri, dhe e lonë në për sallone për dekorime. Dhe kjo psikologji është psikologji e idhujtarëve, që idhujtarët dhe njerëzit me besime të prishta mundohen në forma dhe mënyra të ndryshme, duke i maskuar ndonjëherë me kulturë, duke i maskuar ndonjëherë edhe me art dhe lloj emrash. I promovojnë ato si diçka që kanë nevojë shtëpitë tona. Me një shtëpi ku ka një skulptur, qoftë koka e njeriut, qoftë një
gjallënes, një krijesë, një luan, apo një çfarë do të qoftë gjallënese tjetër, në atë shtëpi nuk hyn me laçet. Dhe në atë dhomë është haram edhe mu falë. Se vije në dyshim, tja i të i bo sejdë Allahut Azza wa Jall, apo jetë i bo sejdë skulpturës që është në formën e luanit, apo në formën e qenet, apo në formën e ndonjë njeriu tjetër kështu me radhë. Moni vllazën. Kjo vlen për muslimant, për ato që janë musliman, nuk vlen kjo për ato. Ato edhe s'kan çka na prekëm, se na i tregojmë parimet dhe rregullat islame. Kjo rregull është për muslimant. Muslimani e ka haram në shtëpinë e tij me mbajt skulptura të gjallënesave që kanë shpirt. Qoftë ajo arrush, qoftë ajo luan, qoftë ajo ndonjë kokë e njeriut, apo ndonjë trupi i njeriut, apo fotografi, qoftë ajo fotografuar kështu që e valen nëpër mure, qoftë ajo vizatuar me dorë, që është alo ma zi, alo ma keq. Është haram shtëpia të besimtarëve, shtëpitë tona të dekorohen me kësi vizatime, me kësi skulptura, me kësi pute. Këto janë putet. Me kelit që kësi puta kanë pas. Që sot mundon me lloj-lloj emërtime dhe emrash, i emërtojnë si dekore, si art, si diçka tjetër, si bukuri, si zbukurim. Por për neve muslimant, këto gjëra ndalon. Ka forma dhe mënyra tjera që na ambientet tona e kemi e halal mi zbukuru. Le tjetë një art, është me vizatu edhe një pemë, art është me vizatu edhe një kodrë, edhe një mal. Art është me vizatu edhe një detin, një lumë, një urë të bukur, një lagje, një qarshi, një pazar, një treg, një qendër tregtare. Gjitha edhe këto janë art, pse patjetër është me vizatu gjallënesa që kanë shpirt. Se ato janë ma shumë se këto gjallënesat. Bukuritë natyrore që Zoti i ka falë, gjitha ato lejohet që ato të vizatohen, apo të bëhen në formë të vrazhde të ngurtë, me ndonjë material çfarë do qoftë ai, dhe me ato të zbukurohen ambientet tona, nëse vlerësojmë se ka nevojë mi zbukuru. Ama jo me vëndu në shtëpitë tona puta, e idhuj, që me shku të një shtëpi e muslimanit me pas gazep mu falë. Se gjitha ndej fotografi, gjitha ndej skulptura të krijesave të gjallënesave të ndryshme, e që me të kalu 10 minuta, 15, mi largu ato nga rruga për me mujtë me falë një namaz. Besimtarit, muslimanit, si ko hije kjo dhe nuk i lejohet kjo vllazën. Dhe me kelit pasi që e pranun islamin, gjë e parë me cilën merret Muhamedi sallallahu alaihi wasallam ndër aktivitetet e para, që urdhëron gjithë me kelit që thotë ju vllazën, ju musliman, secili që ka skulptur në shtëpinë e tij të e thënë. Çfarë skulptur në gjuhën e mekelive në atë kohë ka pas emrin Sanem. Put. A i ki shpia adhurove, ase adhurove, e ki haram me mbajt të shpia. Andaj të mos lejojmë që shirku të na hyjë në shpia tona ku na i themi vetës musliman. Dikush nuk flen o vllaza. Nuk e zën gjumi të mendu mekanizma, forma që njerëzimit i dhujtarin të janë banë në shtëpinë e tij. Sa që edhe me folë më njëre mundot dikush me të etiketu se ti e kundra artit, ti e kundra estetikës, nuk jemi as kundra artit, as kundra estetikës, jemi kundra i dhujtarisë. Dhe çdo elementi që ka të bënë me i dhujtarin. Njerëzimin duam ta ruajmë në suazat të një besimi i cili është logjik, i cili është normal,
që njeriu me adhuru Zotin e vet. Jo me adhuru luanin, me adhuru qenin, me adhuru lopën, me adhuru bombarin. Na prej kësaj duam ta ruajmë, prej kësaj çmendorie duam të ruajmë njerëzimin. Se natyrshmëria e njeriut dhe e njerëzimit në përgjithësi është sa i e din në veten e tij se duhet me adhuru të madhin Zot i cili ka fal. Se në aeroplan, kur dridhet aeroplani, që vetë kam qenë prezent, askush nuk thot, oh my dog, oh my god, thot. O qeni jem, apo o loani jem, kur kush thot, atë idhun, atë putin që adhuron. Po gjithë thojnë, oh my god, japën në aeroplan. O Zoti jem, në ndihmo, Zot. Se e din gjithë natyrshëm, çto e kanë të mbjellur në zemër, se vetëm Allahu mund t'ju ndihmon kur ata janë në zor për një me. Snin. Edhe me kelit kur kanë pas zor, e kanë lutë Allahun azza wa jall. Kur kanë qenë mushrikt në anije, kur kanë ardhur valet e mëdhaja dhe kanë pa rrezik veten, da'avullaha mukhlisina. Thot Allahu azza wa jall, në çato momente e lutëshin Zotin me sinqeritet. Kur vishin tokë, zbritëshin prej anisë, shifshin se Moskau i s'ka valë të mëdhaja të detit, u ktheshin apet në shirkun e tyre. Dhe njëri është kaq kontradiktor me veten e tij dhe me logjikin e tij të shëndosh deri në këtë nivel. Andaj dashur vëllezër, kjo është nga misionet e para që i merr Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjatë qëndrimit të shkurt në Mekë. Mos kishte qenë kjo kaq e rëndësishme. Nuk do t'ja kishte kushtu këtë rëndësi Muhamedi sallallahu alaihi wasallam putave dhe skulpturave që i kishin ndërtu mekelit në Mekë. Ata u bonë më musliman, ama tha nuk ndalet këtu puna. Shtash t'i thejni skulptura që i keni në shtëpi. Me qëllim po i tham skulptura, se sot idhujt edhe putat i kanë emërtuar me një emër pak më artistik, më interesant, më joshës, që me manipulu njerëzimin dhe mi thonë kjo nuk është put edhe idhun. Sikur se çdo kush e din se ajo nuk ban, jo kjo është skulpturë. Kjo është art. Jo vëllazër, nuk është as art, as skulpturë, ajo është një put. Qërojnë t'i ka në ndonjë besim. Besoni që edhe format dhe mënyrat e skulpturave që sot i paraqesin mund t'i gjeni në përbesimet, në për idhujtarët e kahmotshëm, në për muret dhe kodrat, hieroglifet që i kanë shkruajtur dhe vizatu popujt e lash para nesh që kanë jetuar mira vite para nesh. Dhe ato ne kemi pa në për vendet historike që i kemi gjetë, shkrime mia vjeçare që janë të vizatume, të shkrume, të gdhendura në përgurzit dhe shpellat dhe karpat shkëmbit e mdhej ku ata kanë gravitu. Dhe çato të njëjtat identike i shef edhe sot në formë të artit, skulpturat, luani ajo kjo të faraonët mundeni me gjetë dhe secila e ka porosinë e vet. E ka edhe poentën dhe e ka pas edhe formën dhe mënyrën e adhurimit që ja kanë drejtuar atij putit apo asoj skulpture. Nuk është asgjë e rastishme. Para mira viteve, pikërisht këto të njëjtat skulptura kanë qenë zotrat dhe idhujt që i kanë adhuruar njerëzimin. Tash mundon me na imponu si një kulturë, si një dekor, si një zbukurim, nuk është kur gjë kjo. Kështu ka thonë edhe populli që ka jetu para Nuhit a.s. dhe në kohën e Nuhit a.s. Se idhujtaria ka nisë me një fotografi. Kretë shkatrimi njerëzimit dhe politeizmi dhe qofri ka nisë me fotografi. Që e kanë vizatu me një mur, me përkujtu një njeri cili ka qenë shumë i devotshëm, shumë i mirë. Ama hajde, ka një gjenerat që qëto fotografi ka adhuru, ka thonë këto kanën zotrat toni, kina pone babalar ton, tu nejtë para këtime fotografive. Dhe kështu shejtoni ka manipulu për kajo që është e dëmshme dhe e keqe për dunjon dhe ahiretin
e njerëzimit. Andaj vëllezër të dashur, merreni këtë porosi. Besimtari hakikat nuk mban skulptura e as idhuj në shtëpinë e tij. Walhamdulillahi rabbil alamin.